Nderuara të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, kjo ditë e sotme ka qenë e veçantë. Në kalendarin liturgjik quhet e premtja e madhe dhe në mbrëmje ne hymë në të shtunën e madhe. Pra në këtë ditë neve kemi përjetuar kryqëzimin, zbritjen nga kryqi dhe varrimin. Dhe bëm dhe shërbesën e epitafit, ku bëm procesionin me trupin e Krishtit në epitaf dhe erdhëm për qark kishës në nderim dhe kujtim të vdekjes vullnetare të Zotit tonë Jezu Krisht dhe të varrimit të tij në varr. Të dashur të krishterë, kjo është një nga ngjarjet më të mëdha në historinë e njerëzimit, sepse ne thjesht nuk varrosëm një njeri, siç zakonisht ndodh në varrime. Por ai që vdiq vullnetarisht në kryq, si njeri ishte biri i Perëndis, Zoti i lavdis, i cili nuk vdiq si Perëndi, se si Perëndi ai nuk vdes, por vdiq si njeri dhe bëri këtë vullnetarisht, jo se armiqtë e tij kishin pushtet mbi trupin e tij, mbi jetën e tij, sepse ai kishte thënë zëzve, unë e jap vetë jetën time që ta marr përsëri. Këtë urdhër ka marrë nga Ati. Kështu që dhe Krishti qëndroi në kryq 6 orë. Zakonisht ata që qëndronin në kryq vdisnin mbas 3 ditësh agonie. Por Krishti qëndroi 6 orë, sa ai për 6 ditë si biri dhe fjala e Perëndis e krijoi botën, dhe për 6 orë si njeri në kryq vuajti vullnetarisht për ta shpëtuar botën. Prandaj dhe kur u mbushën orët e agonisë së tij në kryq, ai tha, u krye dhe dha shpirtin në duart e Atit, duke përfunduar veprën shpëtimtare të shpëtimit të njeriut, të njerëzimit dhe gjithë botës që është bërë për njeriu, sepse duhej të paguante me gjakun e tij të pafajshëm për mëkatet e njerëzve. Dhe siç edhe dëgjuam edhe nga troparet e kishës, edhe nga pjesët e shkrimit shenjtë, nga ungjillorët, por edhe nga vajtimet, trupin e tij e zbritën nga kryqi Josifi dhe Nikodemi, 2 nga nxënësit e fshet, të cilët kishin edhe një pozitë, ishin edhe të pasur, por ndryshe nga apostujt që u friksuan, ata morën guxim dhe i bën shërbesën e fundit të trupit të Krishtit. E zbritën nga kryqi dhe e lyen shpejt me miro dhe me aroma dhe vendosën në një varr që ishte aty afër kryqit, në varrin e Josifit, që kishte hapur për veten e vet, dhe aty vendosën një gur dhe mbuluan trupin. E bën shpejt shërbesën e varrimit, sepse në të perënduarit të diellit të ditës së premte vinte e shtuna. Dhe për judejt nuk punoi të shtunën. Aq më tepër dhe ajo shtunë ishte një shtunë veçantë, se ishte pashka e judejve. Por çfarë bën judejt e pabes? Kajfa dhe Ana vajtën te Pilati, edhe i thanë, ai gënjeshtari, ai ka thënë që unë do vdes, por në 3 ditë do të ngjallem. Prandaj than ata që mos dal kjo gënjeshtër, duke vajtur nxënësit ta vjedhin trupin e tij dhe pastaj të thonë që u ngjall, vulose varrin me vulën tënde të autoritetit romak që të na mbrosh nga kjo gënjeshtër. Edhe Pilati tha, keni ushtar dhe merrni, dhe dërgoi 16 ushtar, kustodin, ushtar të zgjedhur për të ruajtur varrin e Jesuit, duke vulosur edhe me unazën e tij. Por kjo përpjekje tinzare e Kajfës dhe Anës në bashkëpunim me romakët bëri që ngjallja e Krishtit ishte më e lavdishme, sepse siç do shikojmë, kur Krishti të ngjallet prej varrit, ushtarët do të shikojnë që varri ishte bosh. Edhe Krishti doli nga varri, pa lëvizur gurin, sepse ai u ngjall me trup të lavdruar, dhe ushtarët kur pan varrin bosh u shtangën. Të dashur të krishterë, Krishti
shkojnë në varr. Me trupin e tij, por me shpirtin e tij shkojnë në nën tokë. Ati ku ishte i burgosur shpirti i Adamit, i Evës dhe gjithë gjendjes njerëzore para Krishtit. Ati ishin të burgosur dhe tiranizoheshin nga djalli, që ishte zot i vdekjes, zotëria i vdekjes, që kishte fituar vdekjen me mashtrim, duke çuar në mëkat Adamin dhe Evën dhe gjithë njerëzit. Por Krishti hyri atje, në varr, në botën e vdekjes, që t'ja merrte djallit dhe vdekjes të gjithë pasurinë e vet. Çfarë? Shpirtrat e njerëzve, të cilat ishin krijuar sipas ikonës së Perëndisë. Prandaj vërtet trupi i tij pushon në varr në ditën e shtunë, por shpirti i tij është aktiv në botën e të vdekurve. Ashtu si ai 3 vjet predikoi në botën e të gjallëve, 3 ditë predikoi në botën e të vdekurve. Dhe troparët e kishës janë shumë kuptiplote. Adami i thot, po dëgjoj disa hapa që po zbresin këtu poshtë, ku ne jemi të burgosur prej shekujsh, mijëra vjetësh. Këto hapa janë të ngjashme me hapat e Zotit në Eden, që kur unë bëra mëkat dhe i dëgjova pata frikë dhe u fsheha, por tani nëse Zoti po zbret këtu poshtë, ne shpëtuam. Dhe vërtet Zoti zbriti poshtë në botën e vdekjes, që të shpëtoj shpirtin e Adamit dhe të Evës dhe gjithë ata që e prisnin në botën e vdekjes, që prisnin ardhjen e shpëtimtarit. Për neve, vdekja tashmë nuk është më e frikshme. Neve vdekjen e quajmë një gjumë, sepse Krishti tha për Lazarin po fle, dhe ai e ngjalli për së vdekursh. Por na dha edhe neve me ngjalljen e tij se vdekja nuk është asgjësim. Vdekja është një proces, është një kalim. Prandaj dhe të krishterët varrezat i quajnë fjetore, qimitir, sepse Krishti e mundi vdekjen me vdekjen e tij, me ngjalljen e tij, dhe na hoqi frikën e vdekjes. Prandaj ne të krishterët nuk kemi frikë nga vdekja, s'kemi frikë kur shkojmë në varreza, s'kemi frikë edhe kur na vdesin dhe i varrosin të afërmit tan. Pse? Sepse kemi shpresën e ngjalljes. U ngjall Krishti, dhe duke u ngjallur Krishti u mund vdekja. Prandaj edhe neve e varrosim trupin e Jezuit, por me troparët e kishës e varrosim me shpresën e ngjalljes. Kështu edhe ne i varrosim të afërmit tan, por i varrosim me shpresën e ngjalljes. Kështu edhe kur të vijë ora për të vdekur neve nuk do kemi frikën e keqe, por do vdesim në Krishtin, që të ngjallemi në Krishtin. Këtë bëri Zoti. E mundi vdekjen, e largoi frikën e vdekjes me ngjalljen e tij. Prandaj, të dashur të krishterë, le të vazhdojmë këtë javë të madhe të bekuar, e cila përfundon në mesnatën e të dielës, kur neve këtu në Kishë dhe gjithë kishat ortodokse në botë do mblidhemi edhe do japim lajmin paskal që Krishti u ngjall për të marrë pjesë në liturgjinë hyjnore të ngjalljes. Pastaj ka kuptim festa e Pashkës me të gjitha përgatitjet, traditat, të ngrënat dhe të pirat. Pa ardhur në Kishë, pa marrë lajmin e ngjalljes në Kishë, pa marrë pjesë në liturgjinë hyjnore të Kishës, asgjë nuk ka kuptim. Këtu në Kishë ne përjetuam kryqëzimin e Krishtit, varrimin e Krishtit, po këtu në Kishë do përjetojmë dhe ngjalljen e Krishtit. Dhe këtë lajm pastaj, jo vetëm ta bëjmë tonin, por ne do ta përhapim në familjet tonë, në fshatin tonë, në vendin tonë, dhe gjithçka ndryshon. Kështu pra, të dashur krishterë, le të vazhdojmë të udhtim të bekuar, dhe le të presim orën që ka caktuar Kisha në mesnat për të përjetuar ngjalljen e Krishtit. Amin.